Horoskopi ditor, 24 janar 2026, Dashi, sot, Marsi ka hyrë në pjesën tënde sociale dhe do të qëndrojë aty deri më 2 mars. Kjo sjell energji të mirë për të lëvizur planet e tua përpara dhe për të ndjekur atë që dëshiron. Me Diellin, Merkurin, Venusin dhe Plutonin gjithashtu në këtë pjesë të hartës tënde, do të ndihesh shumë aktiv dhe i kërkuar nga miqtë dhe grupet që i përket. Ky është një moment i mirë për të nisur projekte të reja, për të planifikuar planet afatgjata ose edhe për të menduar për një biznes të vogël. Do të ndihesh më i motivuar për të ndjekur ëndrat dhe shpresat e tua, ndërsa bashkëveprimi me të tjerët është më i lehtë dhe natyral. Kujdes vetëm që drama me miqt ose grupet të mos rritet shumë, por edhe kjo mund të jetë një mundësi për të zgjidhur problemet që kanë qëndruar të fshehura. Fokuso tek gjërat që të bëjnë të lumtur, tek ëndrat dhe planet afatgjata, sepse kjo do të ndihmojë të ndihesh më qetë dhe i motivuar. Sot mund të marrësh iniciativë, të veprosh energjik dhe të bësh përparime të dukshme në ato që të rëndësishme për ty. Demi, sot, Marsi ka hyrë në sektorin tënd të karrierës dhe reputacionit dhe do të qëndrojë aty deri më 2 mars. Ky është një moment ambicioz, ku do të ndihesh i gatshëm të marrësh iniciativë dhe të marrësh drejtimin e situatave. Energjia e Marsit sjell motivim dhe forcë për të përparuar në punë, por mund të sjellë edhe tension me shefat ose familjarët në disa raste. Kjo është një periudhë ku ke dëshirë të ecësh përpara dhe të arrish qëllimet personale dhe profesionale. Mund të ndihesh i nxituar dhe të bësh gabime të vogla, por me durim mund të përparosh shumë dhe të arrish rezultate konkrete. Sot do të kesh fokus të qartë tek një përgjegjësi, performancë ose qëllim afatgjat dhe do të komunikosh me vendosmëri dhe autoritet. Ky është momenti për të inkurajuar ambicjet dhe për të ndërtuar përparim të qëndrueshëm në karrierë dhe në jetë. Binjakët, sot, Dielli, Merkuri dhe Venusi kanë hyrë së fundmi në sektorin tënd shpirtëror, dhe tani edhe Marsi është bashkuar me ta. Kjo sjell energji dhe besim më të madh tek ti deri më 2 mars, është një periudhë e fuqishme për të dalë nga rutina dhe për të shijuar më shumë jetën. Aventurat e reja dhe përvojat e papritura mund të duken më tërheqëse dhe do të ndihesh më pasionant për idetë e tua. Ky tranzit mund të jetë nxitja që të nevojitet për të rikthyer energjinë dhe entuziazmin. Përpjekjet dhe veprimet e tua shpesh mbështeten nga të tjerët dhe nga rrethanat, dhe entuziazmi yt është i lartë tani. Mund të inspirosh të tjerët të veprojnë, por edhe të kënaqesh duke bërë gjërat sipas ritmit tënd. Mund të ndjesh pak paqetësi ose etje për të mësuar gjëra të reja. Sot do të kesh mundësi të përqendrohesh tek detajet dhe të vësh vëmendje tek vetja, të mësosh më shumë ose të angazhosh mendjen në gjëra që të zgjerojnë horizontin. Është një moment i mirë për përmirësim personal, studime ose eksplorim të ideve dhe njohurive të reja. Gaforja, sot, Marsi po kalon në sektorin tënd të intimitetit dhe do të qëndrojë aty deri më 2 mars. Ky tranzit sjell energji të shtuar në marrëdhëniet e ngushta dhe emocionet intensive, që mund të jenë shumë pozitive, por ndonjëherë edhe të sfiduese. Është një periudhë e mirë për të marrë iniciativa në jetën intime, për të kërkuar mbështetje ose ndihmë, si emocionale ashtu edhe materiale. Nëse ka pasur dinamika të komplikuara në një marrëdhënie, kjo është koha për t'i adresuar ato. Gjithashtu, është një moment i fuqishëm për të angazhuar energjinë tek një projekt të rëndësishëm, një hulumtim ose një aktivitet që kërkon përkushtim dhe fokus. Planet afatgjata dhe strategjitë tërheqin më shumë se zakonisht dhe mund të ndjesh dëshirë për të punuar mbi vetkuptimin dhe ndryshimet personale. Sot është një ditë e mirë për të fokusuar kohën tek interesat personale, hulumtimet dhe aktivitetet që të japin kënaqësi. Projekte që të pëlqejnë ose pasione personale mund të mbushin me energji dhe madje të kenë efekt shërues. Mund të kalosh shumë kohë i përqendruar në mendime ose studime, dhe biseda të hapura mbi çështje personale me dikë të besueshëm mund të jenë shumë të dobishme.
Luani, sot, Marsi ka hyrë në shenjën tënde të kundërt dhe do të qëndrojë aty deri më 2 mars, duke sjellë energji të madhe në marrëdhëniet me të tjerët, edhe pse ndonjëherë mund të shfaqen konflikte. Mund të ndodhë që të nxitojnë gjërat në marrëdhënie të reja, ose ky tranzit mund të nxjerrë në pak tensione në lidhjet e afërta që kërkojnë vëmendjen tënde. Kjo mund të jetë pozitive nëse dëshiron të qartësoj situatat, por gjithashtu mund të sjellë njerëz ose situata agresive në jetën tënde nëse nuk i kushton vëmendje nevojës për energji dhe vetë përshtatje. Marrëdhëniet me të tjerët janë të gjalla dhe duhet t'i shohësh si pasqyrë e nevojave të tua. Me sinqeritet dhe përpjekje, kjo është një periudhë e mirë për të sjellë energji të re në një marrëdhënie ose për të qartësuar qëllimet e tua në lidhje. Talenti yt mund të shfaqet përmes një partneriteti, ose një lidhje mund të motivojë fort. Ky cikël thekson se ku dhe si drejton energjinë, motivimin dhe vendosmërinë, dhe rëndësi ka të bashkëpunosh për të arritur gjërat. Sot je mirë për të përqendruar në detaje, mund të ndihesh i angazhuar në një detyrë dhe natyrshëm i gatshëm për të zgjidhur probleme ose për të bërë plane. Mund të kushtosh vëmendje të veçantë një partneri ose një marrëdhënie, dhe dikush i veçantë mund të motivojë të nisësh projekte të rëndësishme. Virgjëresha, sot, e dashur Virgjëresh, Marsi ka hyrë në sektorin tënd të punës dhe shëndetit dhe do të qëndrojë aty deri më 2 mars. Kjo sjell më shumë motivim, energji dhe guxim për punën, rutinat e përditshme dhe kujdesin për shëndetin. Mund të ndjesh pak konkurrencë ose padurim në detyrat e tua, që ndonjëherë është motivues dhe ndonjëherë pak frustrues, por gjithsesi të shtyn të përparosh. Nëse mund të vendosësh një ritëm më të pavarur, do të jetë ideal. Ky është një moment i mirë për të nisur diçka të re në punë ose për të përmirësuar rutinat shëndetësore dhe për kujdesin personale. Sot je në formë të shkëlqyer për të zgjidhur ndonjë problem në punë ose shëndet, dhe përkushtimi dhe motivimi yt janë të spikatur. Është një ditë e shkëlqyer për t'i kushtuar vëmendje detajeve dhe për të vepruar me fokus dhe vendosmëri. Peshorja, sot, jeta jote sociale po merr hovë të madh pasi Marsi ka hyrë në sektorin tënd të gëzimit dhe krijimtarisë dhe do të qëndrojë aty deri më 2 mars. Ky tranzit rrit energjinë, guximin, vetbesimin dhe vendosmërinë. Me Marsin duke ndezur pjesën tënde të zemrës, krijimtarisë dhe kënaqësisë, je në formë perfekte për të ndjekur me vendosmëri dëshirat e tua. Një qasje e drejt për drejt funksionon më mirë, por ndonjëherë mund të duhet të kontrollosh pak padurimin ose vetëm burjen. Për pjesën më të madhe, kjo periudhë të jep një nxitje të shkëlqyer dhe të inkurajon të angazhosh veten në aktivitete që të pëlqejnë vërtet. Do të ndihesh më i angazhuar dhe i gjallë, duke vënë më shumë energji në lojë dhe kënaqësi, dhe do të jesh shumë tërheqës. Sot, me Merkurin dhe Vestën që përkojnë në këtë sektor, mund të ndjesh natyrshëm fokus tek një projekt i veçantë ose një aktivitet që të jep kënaqësi. Shpreha e përkushtimit ndaj dikujt ose përfshirja më e thellë në një projekt mund të jetë shumë e kënaqshme. Koha e kaluar vetëm duke u angazhuar në aktivitete krijuese ose relaksuese mund të ndihmojë për të liruar tensionin dhe për të shëruar, po ashtu edhe një bisedë e thellë me dikë të veçantë. Akrepi, sot, Marsi ka hyrë në sektorin tënd të shtëpisë dhe familjes dhe do të qëndrojë aty deri më 2 mars. Ky tranzit sjell energji dhe dinamizëm në jetën tënde familjare dhe ambientin e shtëpisë. Dielli, Merkuri dhe Venusi janë gjithashtu në këtë sektor, kështu që situata është mjaft e ngarkuar. Gjatë kësaj periudhe, është e rëndësishme të respektosh nevojën tënde për më shumë kohë për veten ose në shtëpi, por kujdes mos u mbro vetëm mbrojtës ndaj të tjerëve. Ky është një moment i mirë për të adresuar probleme të vjetra familjare ose shtëpiake dhe për të sjellë më shumë energji dhe iniciativë në projekte të lidhura me shtëpinë. Marsi është i zjarrtë dhe i drejtë për drejtë, prandaj ndonjëherë mënyra direkte për të zgjidhur problemet mund të duket sfiduese, por shpesh çon në zgjidhje më të shpejta. Gjatë kësaj periudhe mund të ndihesh më mbrojtës ndaj të tjerëve dhe vetes, gjë që është e dobishme në masë të moderuar.
Sot, përqendrimi tek familja ose një projekt praktik mund të jetë shumë i dobishëm dhe lehtësues për stresin. Fokuso një gjë në një kohë dhe vepro hap pas hapi, kjo do të sjellë rezultate. Angazhimi në punë nga shtëpia ose për shtëpinë mund të ketë sukses, dhe gjithashtu është një moment i mirë për të bërë plane lidhur me familjen dhe çështjet shtëpiake. Shigjetari, sot, Marsi ka hyrë në sektorin tënd të komunikimit dhe studimeve dhe do të qëndrojë aty deri më 2 mars. Ky tranzit ndes energjinë tënde dhe përshpejton mënyrën se si komunikon, lëviz dhe merresh me mësim apo projekte personale. Gjatë kësaj periudhe je shumë entuziast dhe gati të investosh energji në të gjitha interesat dhe aktivitetet e tua. Duhet të kesh kujdes me padurimin në fjalë dhe veprime, sidomos kur komunikon me të tjerët për të marrë rezultatet më të mira. Megjithatë, kjo është një kohë e shkëlqyer për të përfunduar punë të vogla ose projekte të komunikimit. Është një moment i bukur për të sfiduar veten pak, ndërsa kujdesesh për pushimin dhe shëndetin. Në javët e ardhshme do të ndjesh motivimin tënd natyror për të marrë iniciativën dhe për të nisur projekte, studime apo mësimdhënie. Do të jesh më i prirur për të nisur biseda ose për të lidhur me të tjerët, edhe pse ndonjëherë mund të preferosh të punosh në ritmin tënd. Sot, përqendrimi mendjor vjen lehtë dhe ndihesh i përkushtuar tek detyrat dhe interesat aktuale. Të tjerët të marrin seriozisht dhe kërkojnë këshillat dhe përgjigjet e tua. Planet e reja janë të lehta për t'u hartuar dhe ndihesh i organizuar. Britsjapi, sot, Marsi ka lënë shenjën tënde dhe ka hyrë në sektorin tënd të burimeve dhe financave, ku do të qëndrojë deri më 2 mars. Ky tranzit rrit dëshirën tënde për siguri dhe rehati në jetë. Tani ke më shumë interes për nevojat dhe dëshirat materiale dhe ke guximin dhe energjinë për t'i ndjekur ato. Përqendrimi yt është tek ajo që të bën të ndihesh i sigurt dhe si të arrish më shumë rehati dhe stabilitet. Gjatë kësaj periudhe je i motivuar të marrësh masa për të përmirësuar situatën aktuale dhe identifikon më lehtë burimet e humbjes ose frikës, duke marrë hapa për t'i lënë pas. Dëshira për të përmirësuar burimet e tua është e fortë. Edhe pse mund të lindin tensione kur Marsi është i sfiduar. Sot, disiplinimi është më i lehtë se zakonisht dhe mund të ndjesh një dëshirë të fortë për t'i rregulluar çështjet financiare ose biznesin. Do të ndihesh i kënaqur duke u përqendruar tek ndërtimi i një talenti ose një projekti që lidhet me punën ose financat. Ujori, sot, ujor Marsi ka hyrë në shenjën tënde dhe do të qëndrojë aty deri më 2 mars. Dielli, Merkuri dhe Venusi kanë hyrë gjithashtu kohët e fundit në shenjën tënde, kështu që tani je në qendër të vëmendjes. Gjatë udhëtimit të Marsit në sektorin tënd të privatësisë, mund të kishe zbuluar ndjenja të mbyllura, pakënaqësi ose çështje të pasgjidhura, por nuk ishte gjithmonë e lehtë t'i lëshonit ato. Tani, me Marsin në shenjën tënde, ke më shumë energji dhe dinamizëm për t'i shprehur dhe përdorur. Nëse nuk ka kanale të qarta për energjinë tënde, do t'i krijosh vetë. Kjo është një periudhë aktive dhe plot resurset për të vepruar. Ndihesh më karizmatik, me guxim dhe energji, dhe kjo të nxit të jesh më i vendosur dhe i drejtpërdrejtë në ndjekjen e qëllimeve. Sot, Merkur dhe Vesta janë të përqendruar në shenjën tënde, duke të tërhequr vëmendjen tek ato gjëra që kanë më shumë rëndësi. Është koha e duhur për të punuar më shumë, për të ndjerë angazhim dhe qëllim dhe për të bërë plane dhe orare të detajuara. Rezervimi i kohës për veten ose për projektet personale ka kuptim tani. Peshqit, sot, Peshq, Marsi ka nisur udhëtimin e tij në sektorin tënd të privatësisë dhe të shpirtit, ku do të qëndrojë deri më 2 mars. Kjo është një periudhë transformimi dhe rinovimi, kryesisht në planin emocional. Mendja dhe intuita jote do të japin sinjale të forta, duke të tërhequr vëmendjen tek probleme që ndoshta i kishe lënë pas ose i kishe shtyrë më thellë. Mund të ndihesh pak energjik, ndërsa prioritetet e tua ndryshojnë, por duke drejtuar energjitë drejt përfundimit të çështjeve të pasgjidhura mund të ndikojë pozitivisht tek gjendja jote.
Gjatë këtij cikli po përgatitesh për periudhën kur Marsi hyn në shenjën tënde në fillim të Marsit. Me Marsin në këtë sektor të fshehtë, mund të ketë lëvizje të rëndësishme brapa skenave në javët e ardhshme. Ky është një moment i rëndësishëm për rishikim, reflektim dhe për të marrë kohë për pushim, si dhe për të kuptuar dëshirat dhe qëllimet e tua. Sot mund të përjetosh energji të jashtëzakonshme për të punuar në projekte private, për një bisedë të rëndësishme me dikë që i beson, ose për të menduar thellë mbi një çështje që ka nevojë të mbyllet.